Presidenti Amerikan Donald Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv që synon shkurtime të mëdha në 7 agjenci federale, përfshirë Agjencinë e Shteteve të Bashkuara për Mediat Globale, USAGM, e cila mbikëqyrë Zërin e Amerikës apo Radion Europa e Lirë, si dhe transmetuesit e tjerë federal. Urdhri nënshkruar në orët e vona të 14 marsit shënjestron edhe agjenci që merren me të pastrehët, mosmarrveshjet në punë dhe zhvillimin e komunitetit. Brenda 7 ditësh prej datës së këtij urdhri, kreu i secilit entitet qeveritar që është renditur në urdhër duhet i dorëzojë një raport drejtorit të zyrës për menaxhim dhe buxhet për të konfirmuar zbatimin e plotë të këtij vendimi dhe të sqarojë se cilët komponent apo funksione të njësive qeveritare, nëse ka të tillë, kërkohen me ligj dhe në çfarë shkalle, është thënë në urdhër sipas Radios Europa e Lirë. Agjencia Amerikane për Mediat Globale është një agjenci e pavarur qeveritare e Shteteve të Bashkuara që mbikëqyr media që transmetojnë në pothuajse 50 gjuhë dhe shtrihen te 361 milion njerëz në baza javore. Buxheti që ka kërkuar kjo agjenci për vitin fiskal 2025 ka qenë $950 milion për të financuar të gjitha operacionet dhe investimet kapitale.